Ka ardhur një person tek profeti alayhi salatu wassalam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut", thot. Sa e bukur është edhe sa interesante. "O i dërguari i Allahut", thot. "Neve", thot, "të kemi ty në këtë dynja këtu pranë. Dhe sa herë që dëshirojmë, është mirësi e madhe prej Allahut xhaleshanu që të kemi midis nesh. Sa herë që dëshirojmë të rinë pranë, të shërbejmë, dëgjojmë prej teje, përfitojmë prej teje, të kemi midis nesh, është mirësi e madhe prej Allahut xhaleshanu." E ndodhte që ndonjëherë lëvizte profeti alayhi salatu wassalam nga Medinja, shkonte ndonjë ekspedit ose ndonjë udhtim, e këtë sahabi e merrte malli për profetin alayhi salatu wassalam. Dhe thoshte: "Unë pak ditë që lëviz ti, o i dërguari i Allahut, ose pak momente, pak kohë që lëviz dhe mu merr malli shumë, thot, për ty, o profeti i Zotit. E duke ndenjë, thot, me veten time, thot, mendova: kur unë e kam të vështirë që të ndahem prej teje në këtë botë vetëm pak ditë, o i dërguari i Allahut, si do t'ja bëj unë në botën tjetër, duke menduar që ai nuk ishte në gradë me dërguarin e Allahut. E profetët e Zotit janë në xhenetet më të larta. Mbase, thot, unë nuk e arri gradët tënde. E si do t'ja bëj unë, thot, i dërguari i Allahut, thot, që t'jem me ty në xhenet, thot, se unë nuk e përballoj dot tu në dynja, thot, që mos t'jem me ty. Si mundem, thot, unë t'jem me ty, o i dërguari i Allahut, që ta arri këtë gjë. Profeti alayhi salatu wassalam i thot një këshill që besoj që vlen për gjithë secilin për ne shokëvëzve dhe motra. "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Nëse dëshiron që të mkesh, thot, edhe në xhenet ose të jemi bashkë në xhenet, më ndihmo, thot, për veten tënde, duke i shtuar sejdët.